Gjatë spektaklit në shtëpinë e Big Brother VIP5, lideri të javës ju dha një avantazh i rëndësishëm në lojë. Rogerti, i cili mban këtë status, pati fuqinë për të dërguar drejt për drejt në nominim 2 nga banorët. Ai vendosi të dërgojë në televotim Stenaldon dhe Mateon. Ky vendim ka sjellë reagim të menjëhershëm brenda shtëpisë, veçanërisht nga Brikena. Pas përfundimit të transmetimit të Prime-it, ajo ka shprehur hapur qëndrimin e saj kundër këtij nominimi, duke dhënë një deklaratë që u interpretua gjerësisht si një formë presioni ndaj produksionit. Duke theksuar bindjen e saj se ai nuk do të eliminohet, Brikena deklaroi prerë: "Mateo nuk ka shanse të dalë kurrë, dal dhe unë bashkë me Mateon nëse del ai." Kujtojmë se marrëdhënia mes Mateos dhe Brikenës ka qenë një nga dinamikat kryesore dhe më të diskutuara të këtij sezoni. Pavarësisht ulje ngritjeve dhe tensioneve të fundit për shkak të afrimitetit fizik mes tyre, kjo deklaratë tregon një mbështetje të hapur të saj në këtë moment kritik të lojës për Mateon. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.